Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Kosova po hyn në një fazë të nxehtë politike drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, por skena mbetet e mjegullt sa i përket koalicioneve të mundshme para dhe pas zgjedhore. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu nuk ka dhënë sinjale për partnerët e mundshëm të LVV-s në ndërtimin e institucioneve pas 7 qershorit, duke theksuar se është ende herët për këto kalkulime. Në anën tjetër, dinamika elektorale ka nisur më herët për disa figura. Ish-presidentja Vjosa Osmani ka intensifikuar aktivitetet nëpër komuna, ndërsa ka bërë të ditur se krahas saj është rreshtuar Farie Hoti, duke shtuar kështu kuriozitetin për lëvizjet e radhës. Ndonse ka mbetur pak më shumë se një muaj nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të tretat me radhë brenda një periudhe të shkurtër kohore, por ushtruesën e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu është ende herët që të flitë për bashkëpunime të ardhshme politike në mënyrë që Kosova të ketë institucione funksionale. Mendoj që shumë herët flasim. Faleminderit. Kosova më 28 prill përfundoi në zgjedhje të jashtëzakonshme si pasojë e moszgjedhjes së presidentit, ku vendi u shpërnda në mungesë të një pajtimi mes partive politike për presidentin. Ndërkohë, aktualisht e vetmja që ka nisur një fushatë më intensive për zgjedhjet e 7 qershorit thuhet të jetë ish-presidentja Vjosa Osmani, e cila ka shtuar aktivitetet e saj në komunat e Kosovës. Osmani nuk u rikandidua për një mandat të dytë, duke nxitur përplasje mes partnerëve të vjetër në skenën politike. Ajo së fundmi intensifikoi paraqitjet në rrjetet sociale, ndërsa tashmë njoftoi për fytyra të reja në politikë. Osmani njoftoi se krahas saj është rreshtuar Farie Hoti. Fahria po i bashkohet rrugtimit ton politik, sepse ne besojmë në një Kosovë ku dashuria e mund urrëtitjen, integriteti dhe puna e ndershme e mundin manipulimin dhe e vërteta e mund propagandën. Osmani pak ditë më parë takoi kryetarin e Lidhjes Demokratike, Lumir Abdiziku, në kërkim të insistuar një bashkëpunimi më të ngushtë me partinë e saj të mëhershme. Nuk është ende e qartë nëse do t'i bashkohet kësaj partie, apo do të garojë e vetme në zgjedhje. Përplasja mes Osmanit dhe Kurtit sipas analistëve e nisur kohë më parë do të nxjisë një fushatë të ashpër mes dyshës që dikur kishin koalicion mes vete. Garë kjo e cila sipas analistit Artan Demasaj do t'i sjellë institucione të reja. Rezultati i zgjedhjeve 7 qershorit unë pres që ka me qenë më i përafërt me rezultatin e 9 shkurtit se sa me 28 dhjetorit. Atëherë kjo domosdoshmërisht refleksionon që partitë politike kanë me u grumbullu, nuk kanë me përsërit fajin e 2025-s, pra që PDK, LDK dhe AK nuk u bën bashkë me jap qeveri vendit, derisa dje koha e presidentit. Atëherë unë besoj që po, partitë politike kanë me reflektu edhe kanë me jap institucionet vendit, edhe dyta me tretën, prandaj e përmenda që munden me u bë bashkë, edhe me të katërtën, edhe me jap një qeveri vendit nëse e para thjesht nuk don, edhe gjithmonë marrë pozicion që ose i du kret mekanizmat apo kret institucionet për veti ose nuk hy me juve, atëherë edhe kjo mundet me ndodhë pra që me pas një qeveri, sepse kanë reflektu, sidomos me zgjedhjet të 9 shkurtit që në një farë mënyrë për LDK-n rezultuan tepër negative pikërisht për shkak të pozicionit që e mbajti LDK, që s'du as me vendosin dhe s'du as me PDK-n dhe me AK-n. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë, Kurti, në kohën kur po bënte përpjekje për ta zgjedhur një president të ri, pati deklaruar se Kosova rrezikon të hyjë në një cikël zgjedhjes si pasojë e moszgjedhjes së presidentit. Në këtë kuptim, analisti politik Shemsi Ashari thotë se zgjedhjet e 7 qershorit duhet të jenë një përgjigje qytetare për si tha bllokuesit e institucioneve. Nëse nuk ka një rezultat të qartë zgjedhor dhe japin çelësin e bllokadës përsëri lëvizjeve të vendosje, unë dyshoj që do të kemi një qeveri funksionale dhe president të zgjedhur nga ky subjekt politik, pasi që ka mbyllur gjitha dyert e bashkëpunimit me gjitha partitë politike. Kosova më 7 qershor do të mbajë procesin e 5 zgjedhor për fshirë zgjedhjet lokale brenda një periudhe të shkurtër kohore, pa garancë se do të dalë nga ngërçi politik. Dalimi të çështja e organizimit të zgjedhjeve për çka njohës të çështjeve ekonomike kanë ngritur alarmin se Kosova po shpenzon dhjetra miliona euro për këto procese, të cilat mjete sipas tyre do të mund të shfrytëzoheshin në zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Që nga viti 2019 deri më sot, Kosova vlerësohet se ka shpenzuar apo ka humbur mbi 40 milion euro në organizimin e zgjedhjeve.
Zgjedhjet e 7 qershorit të tretat parlamentare brenda një periudhe të shkurtër kohore pritet t'i kushtojnë Kosovës rreth 11 milion euro. Komisioni Qendror Zgjedhor tashmë ka miratuar buxhetin për votimet brenda dhe jashtë vendit, por para kësaj Kosova në organizimin e zgjedhjeve parlamentare bashkë me ato lokale shpenzoi plot 23.9 milion euro, ndërkohë bashkë me zgjedhjet e 7 qershorit, kostoja financiare arrin mbi 34 milion euro. Gjithë këto mjete për njohësin e çështjeve të ekonomisë Safet Gërxhaliu do të mund të përdoreshin së paku për lobim në arenën ndërkombëtare. Vërtet janë shqetësues në aspektin ekonomik, janë trishtues në aspektin integrues, por mbi të gjitha në aspektin social dhe diplomatik janë fatale. E them këtë bazuar në faktin që kostoja reale e zgjedhjeve në këto vite të fundit është mbi 40 milion euro, e kemi në ramin të performancës në institucione, kemi humbje të fondeve të ndryshme nga Bashkimi Evropian ku duhet të plotësojnë kriteret, sepse nuk ka më aparat të dhëna në mirëbesim dhe këto do të jenë parë të humbura që vërtet do ta dëmtojnë sektorin privat, do ta dëmtojnë ekonominë e Kosovës dhe ky do të jetë një dëm vërtet shqetësues. Shpenzimi për zgjedhje të jashtëzakonshme po shihet si i dëmshëm për kuletën e shtetit, edhe nga njohësi tjetër i ekonomisë Shkumbim Misini, veçanërisht kur theksohet fakti se zgjedhjet nuk po garantojnë stabilitetin politik. Po nuk mendoj që edhe nëse shkojmë zgjedhje përsëri nuk kemi me pas zgjidhje. Zgjedhjet kanë me prodhu zgjedhje apet përsëri. Se s'kemi me pas alternativa tjera, ky mekanizëm është plus minus 5-6 deputet që mund mi pas njëna prej partive, ose mu largu, ose me pas zvoglim, ose me pas rritje. Përkundrazi, përsëri edhe vetë kryeministri në detyrë, tash aktualisht e tha ditë më parë kur përsëri pas zgjedhjeve kena me pas përsëri zgjedhje. Kështu që ke i bjen që do të vazhdojmë kështu derisa leadershipi dhe mentaliteti i leadershipit të ndryshoj. Mentaliteti i leadershipit nuk ndryshon derisa popullata hesh dhe aprovon çdo gjë që merret vendim nga institucionet dhe leadershipi kosovar. Në anën tjetër, hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Eugen Cakolli, vlerëson se përtej kostove financiare, zgjedhjet e njëpasnjëshme po dëmtojnë edhe imazhin e Kosovës. Na ishte bërë pyetja para një viti e gjysmë apo 2 vitesh sa mund ta duroj Kosova një situatë të tillë, padyshim që gjithë do të ishin përgjigjur që jo, dhe unë besoj që nëse kjo krizë vazhdon, atëherë pasojat do të jenë të paparashikueshme si në aspektin politik, institucional, ekonomik, por mbi gjitha shoqëror, sepse normalisht ciklet shpeshta zgjedhore dhe polarizimi që vetë e pam, e unë besoj do ta shohim duke u intensifikuar gjatë javëve në vijim, do të ketë për pasojë të vetme edhe polarizimi shoqëror që për vende të vogla si Kosova është mbase edhe skenari më i keq i mundshëm në situata të tilla. Kosova përfundoi në një ngërç politik me njëherë pas atij të vitit 2025, i cili nga ekspertë ekonomisë u cilësua si vit i humbur në aspektin zhvillimor të vendit. Qytetarët kanë shprehur zhgënjim me situatën politike në vend duke akuzuar liderët për paaftësi në krijimin e institucioneve. Bashkues të pavarur thonë se krizat e shpeshta kanë zbehur besimin për shtet funksional. Ndërkohë, ish kryeministri Bajram Kusumi i tha për Radio Televizionin 21 se zgjedhjet e njëpasnjëshme dhe krizat e zgjatura politike minojnë demokracinë në Kosovë. Në minutat e fundit, Blokada politike është shkaktuar nga moszgjedhja e presidentit, pas një blokade tjetër politike një vjeçare gjatë vitit 2025, kanë ngjallur pakënaqësi tek qytetarët. Ata u shprehën të zhgënjur me institucionet e Kosovës. Se këta nuk pe konsiderojnë shtetin. Shteti, Serbia po kesh me neve, po kesh me neve, o zotëri. Për hupin edhe po gënjejnë edhe s'ka kur gjë për tyre. Po kjo situatë orë para blokadës, totale. Rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit, i cili nxori lëvizjen vetëvendosje me mbi 50% të ulëseve në kuvent, u tha se është zgjidhja e blokadës politike gati një vjeçare gjatë vitit 2025. Por Kosova, si pasojë e moszgjedhjes së presidentit, përfundoi në zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 7 qershor janë të tretat me radhë brenda një periudhe të shkurtër kohore. Në këtë situatë, ish kryeministri i Kosovës Bajram Kusumi vlerëson se zgjedhjet e shpeshta minojnë funksionimin e institucioneve në Kosovë. Do të mos jetë elita e Kosovës në gjendje të zgjedh një president, ose më herët patëm të zgjedh një qeveri, ose edhe më keq të provojnë me shkel kushtetutën, kjo është dëshpëruese.
Dhe sapo ne sapo e kemi bërë 20 vjet që kur e kemi shliru Kosovën. Ende plagët e luftës janë të njohura dhe ti po luan ashtu me fatin e Kosovës, për mua është e papranueshme. Sipas Kosumit, veprimet e subjekteve politike e natyrshme ai i ri me mendu me ikri. Është edhe po të mos jenë problemet ekonomike, është e natyrshme, po shpresoj që kjo është një farë mendimi, do thot një farë çorsokaku në cilin kanë hyrë partitë dhe duhet me marrë një moment me thonë stop, na kemi hyrë në një çorsokak. Dhe duhet me dalë prej atij çorsokaki, rrugës çore dhe me dalë në rrugën e vërtetë. Momentalisht të gjitha partitë, pa dallim, pozitë dhe opozitë janë në rrugë çore. Dhe kështu nuk shkohet përpara. Se kriza politike po nxit qytetarët që të mos ju besojnë institucioneve, e thot edhe hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi, Melos Kolçfi. Të pas parasysh faktin që zgjedhjet nuk po janë zgjidhje, kjo e përbën një shqetësim jashtëzakonisht serioz fillimisht për qytetarët e Republikës, për arsye që qytetarët e Republikës në momentin kur dalin në zgjedhje dhe i votojnë ata të cilët pretendojnë që do t'i përfaqësojnë në mënyrë dinjitoze, dhe ai votimi tyre shkon hoç për interesa të ngushta partijake, politike, të subjekteve politike, atëherë patjetër që qytetarët e Republikës nuk i mbetet zgjidhje tjetër veç zhgënjimi në Kosova do të mbajë zgjedhjet parlamentare më 7 nëntor. Zgjedhje këto të cilat pritet i kushtojnë buxhetit të shtetit rreth 11 milion euro. Ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Haxhiu e ka lënë të hapur mundësinë për mos emrimin e anëtarit të 10 të KQZ-s. Sipas saj, KQZ funksionon edhe me 9 anëtar të deleguar nga partitë dhe anëtari 10 është kryesuesi Kreshnik Radoniqi. Unë kam dhënë përgjigjet e mia për këtë në një konferencë për media para pak ditëve, pra ditë kur edhe kam shpallur datën e zgjedhjeve. Sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tash më janë 10 anëtar për momentin në Komision Qendror, në total janë 11 anëtar. Duke qenë që kanë kaluar të gjitha afatet për emrim edhe të një anëtari, unë do ta trajtoj këtë çështje me seriozitetin më të lartë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj në qoftë se do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një anëtar. Ka marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë atëherë kur e konsideroj që duhet të veproj. I kam 2 kërkesa, njëra nga vetvendosja, tjetra nga PDK-ja. Por ju e dini që mendimi im për këtë është tash sa kohë, jo prej momentit kur e kam marrë detyrën, nuk e di a do të ketë, do të shohim a do të ketë, por e rëndësishme për mua është që të respektohet fuqia, domethënë e subjekteve politike që ja kanë dhënë qytetarët e Republikës së Kosovës. Pra fuqia, proporcionaliteti edhe përfaqësimi besoj që janë shumë të rëndësishme. Faleminderit. Në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Yerevan të Armenisë janë mbledhur rreth 50 krerë shtetësh dhe qeverish për të diskutuar sfidat kryesore të kontinentit. Në këtë samit, Kosova përfaqësohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në margjinat të këtij samiti, Kurti ka zhvilluar një takim bilateral me kryeministrin e Luksemburgut, Luk Frieden, të cilit i ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Luksemburgut ndaj Kosovës. Bashkëbisedimi është përqendruar gjithashtu në zhvillimet aktuale politike dhe prioritetet strategjike të Kosovës në raport me integrimin evropian. Kurti ka theksuar rëndësinë e avancimit të mëtejmë në këtë proces, përfshirë kërkesën e Kosovës për marrjen e statusit të vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe progresin drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është takuar edhe me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Sipas njoftimit, në këtë takim janë theksuar marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë të ndërtuara mbi partneritet të qëndrueshëm. Në këtë drejtim u theksua nevoja për forcimin e aleancave dhe koordinimit politik në funksion të paqes, sigurisë dhe stabilitetit afatgjatë, thuhet në njoftim. Kurti shprehur se i ka falenderuar për mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë ndaj Kosovës, veçanërisht në proceset e integrimit euroatlantik dhe forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të vendit. Gjatë samitit, Kurti është takuar edhe me kryeministrin e Finlandës, Peter Orpo.
Pak javë para shpalljes së vendimit për 4-shën e UÇK-s, gjykatës speciale në Hag do t'i dorëzon edhe mbi 200.000 nënshkrime në mbrojtje të vlerave të luftës. Zëri i shqiptarëve në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës është dëgjuar në Prishtinë, Hag, Tiranë, Strasburg e Shkup. Peticioni kombëtar me mbi 200.000 nënshkrimet e mbledhura në mbrojtje të vlerave të luftës, i iniciuar 2 muaj më parë, do dorëzohet në gjykatën speciale të mërkurën nga kreu i organizatës së veteranëve të luftës, Hysni Gucati. Këtë e bëri të ditur nën kryetari i kësaj organizate, Gazmend Sylla. Forma e fundit pothuajse pas protesta ose aktiviteti jon pas protesta ka qenë kjo e peticionit. Për këtë peticion do të thotë afërsisht të mbledh dikun rreth 70.000 nënshkrime në formën online. Edhe mendojmë që dikun në formë fizike, po edhe kjo tjetë pjesa tjetër e formës online, dikun brin mbi 200.000. Është numri e atyre që kanë nënshkruar kundër kësaj padvisie që po ndodh pranë gjykatën speciale, me cilën do t'i drejtohem me datën 6 maj. Nëse zgaboj dikun në ora 10 kem lënë terminin që me bë pranim dorëzimin e peticionit në gjykatën speciale, ku do të jetë edhe zoti Gucati, pra kryetari, do të jetë personalisht atje së bashku me disa bashkëdhëtar që me bë dorëzimin e këtij peticioni edhe zyrtarisht. Sylla tha se përmes këtij peticioni synohet që t'i dërgohet speciales një mesazh se shqiptarët kundërshtojnë një gjykim politik. Ka qenë ideja që në farë forme me i thonë kësaj gjykatës nëse ju do të vendosni të zhvilloni atje një gjyq politik e shqiptarët kudo që ata jetojnë, i thonë jo pra në gjykimi politik, por të bazuar në fakte dhe dëshminë nëse ka. Përndryshe jo në emrin tonë, nuk mund të vendosni të gjykoni historinë e luftës tonë në emrin tonë, por në emër shqiptarëve, në emër qytetarëve të vendit tonë, fillimisht e pastaj të shqiptarëve. Në takime që kem pas me personalitete ndërkombëtare, qoftë me ambasador, qoftë me të tjerë, na është thonë se po edhe për neve është tepër e rëndësishme të kuptojmë perceptimin qytetar, perceptimin e opinionit publik. E prandaj me qenë se ata na kanë thonë kështu, ideja jonë ka qenë që me vazhduna këtë aktivitetin tonë, do të thotë qoftë me protesta, qoftë me peticione, qoftë me kundërshtime tjera që i kemi bërë gjatë këtij kohës si organizata e veteranëve të luftës. Ani pse peticioni nuk ka efekt juridik, Sylla thekson se është e rëndësishme që të pasqyrohet qëndrimi i shqiptarëve për procesin gjyqësor në Hag. Me qenë se neve shumë personalitete ndërkombëtare na thanë që është tepër rëndësishme edhe perceptimi i opinionit publik, pra se çfarë mendojnë qytetarët, se çfarë po zhvillohet në gjykatën speciale atje, ne mendojmë që do të ketë një efekt në këtë aspekt, sepse efekti juridik ne kuptojmë se peticioni nuk ka, po prandaj kjo dëshmia jonë, pra prej rrugës tashmë edhe në letër, mendojmë që është një prej aktiviteteve më të mira që e kemi bërë deri më tani, sepse në farë formë edhe zyrtarisht ne po drejtohem gjykatës speciale që nuk mundi me provu me ndryshu historinë e vendit tonë me gjyqje politike. Çështja kundër Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit është mbyllur tani më dhe rasti është në duart e gjykatësve për vendim. Ata më 18 shkurt kanë thënë fjalët e tyre përfundimtare, ku janë deklaruar sërish të pafajshëm për të gjitha akuzat që i ngarkon zyra e prokurorit të specializuar. Edhe ekipet mbrojtëse të 4-shës së UÇK-s kanë kërkuar që të njëjtit të shpallen të pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Gjykata speciale ende nuk e ka bërë të ditur datën e saktë të shpalljes së aktgjykimit. Ndërsa dhuna seksuale gjatë luftës mbetet ende një ndër plagët e hapura të shoqërisë sonë. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu i ka bërë thirrje të gjitha viktimave të kësaj dhune që të aplikojnë për njojë të statusit të tyre. Gjatë vizitës në shoqatën e lidhjes së invalidëve të viktimave civile në Kosovë, ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu tha se do të takohet dhe me gratë mbijetuara të dhunës seksuale për të njoftuar me zhvillimet, nevojat dhe sfidat me cilat përballen ato. Do të njoftohem me sfidat që ato i kanë, qofshin ato shëndetësore, apo sfidat që i kanë me aplikim tek Komisioni për njohje të statusit të viktimave të dhunës seksuale. Me këtë rast më lejoni që të shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë personave që kanë qenë të dënuar seksualisht gjatë luftës së fundit në Kosovë që të aplikojnë për njohje të statusit. Ju e dini që janë 4 organizata të licencuara që merren me ndihmën e personave të mbijetuar të dhunës seksuale, përfshirë pastaj si organizata e PEST dhe organizata në të cilin jemi, që në vazhdimsi kanë ndihmuar personave dënuar që ti kalojnë sfidat me cilat ata përballen.
Drejtori i kësaj shoqate, Mustaf Prengu, tha se në organizatën që ai drejton trajtohen shumë gra që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës. Ai paralajmëroi edhe një memorandum bashkëpunimi me presidencën për mbështetjen ndaj këtyre kategorive. Në këtë qendër i kemi mbi 900 gra që kryjnë trajnime, mbi 400 raste në raste dhune seksuale gjatë luftës që kanë përjetuar dhunë gjatë luftës, dhe jam shumë krenar që del dikush na viziton dhe i din hallet dhe dertet e organizatave që merren me këto kategori dola nga lufta. Pas këtij takimi, Haxhiu tha se do të takoj kryetarin e komunës së Fushkosovës, Valon Prebreza. Vazhdojmë edicionin me një blok informacionësh. Të paktën 42 prona me vlerë rreth 3 milion euro janë ngrirë nga Prokuroria Themelore në Prizren në ndryshimet për falsifikim dokumentesh, legalizim të përmbajtjes së rreme dhe mashtrim me qëllim përfitimi pasuror. Sipas njoftimit zyrtar, Prokuroria ka siguruar urdhrin ndalues përfundimtar për të gjitha pronat e një të dëmtuari, duke mundësuar bllokimin e tyre deri në përfundim të procedurës penale. Në kuadër të këtij rasti janë duke u zhvilluar procedura penale ndaj 3 personave, ndërsa 2 prej tyre janë vendosur në masa sigurie për të garantuar prezencën në procedurë. Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut ka shqiptuar 18 gjoba ndaj Kecit në vlerë totale prej 90.000 eurosh për shkak se në 18 njësor është konstatuar skadim i afatit të vlefshmërisë. Në njoftimin e Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë e Tregtisë, thuhet se komisioni ad hoc i themeluar posaçërisht për këtë problematik ka pranuar 574 ankesa të mbështetura me dëshmi për devijime në orë dhe datë. Nga KESCO kërkohet kompensimi menjëhershëm për konsumatorët e dëmtuar. Raportet zyrtare nga Komisioni Verifikues do të dorëzohen edhe në organet e drejtësisë si prova për zhvillimin e procedurave hetimore. Kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama ka njoftuar se ka emëruar në pozitën e drejtoreshës së investimeve kapitale Zyrje Planën, pozitë të cilën deri tash e ka mbajtur Sokol Havolli. Lajmin e ka bërë të ditur Rama përmes një postimi në Facebook. Ai ka shkruar se Plana ka kontribuar me profesionalizëm në procese kyçe të kryeqytetit, kurse për Havollin ka uruar suksese në rrugtimin e tij profesional. Ish drejtori i Drejtorisë së Investimeve Kapitale Sokol Havolli ka deklaruar se vendimi për shkarkim nga pozita i është komunikuar gjatë një takimi të enjtën, ku sipas tij Rama i kishte thënë se po planifikonte të bënte disa ndryshime në ekip. Ai ka shprehur dyshime se shkarkimi lidhet me afrimin e Ramës me Partinë Demokratike të Kosovës. Havolli ka thënë se ka vërejtur koordinime mes kryetarit dhe kësaj partie, përfshirë edhe në seancën e fundit të kuvendit komunal. Havolli theksoi se pas këtij takimi besimi ndaj kryetarit Rama është prishur dhe sipas tij edhe nëse do t'i ofrohej të vazhdonte detyrën nuk do ta pranonte. Instituti Albanologjik i Kosovës ka shfaqur filmin Gurbet Qars, The Non-Migration, një film i shkurtër në kuadër të migracionit, i cili shfaq proceset komplekse të migrimit në rajonin e Kërçovës e Tutje. Albanologja Lumnia Jusufi, e cila ishte një herësh edhe producente e filmit Gurbet Qars, The Non-Migrants, foli për sfidat gjatë realizimit të këtij filmi, por edhe për mesazhin që bart ky projekt. Dhe faktorët e jashtëm gjithmonë janë lidhur me ndryshimet kulturore ose shoqërore, por të gjitha kontakte gjyqësore ka qenë ajo qasja që kam pasur unë te projekti në fjalë, që kontakte gjyqësore unë i shoh si zhvillime të jashtme, domethënë me ndryshimin kulturor dhe shoqëror. Ideja ishte që për të parë kontakte gjyqësore jo vetëm te migracioni vet, domethënë jashtë që është e natyrshme, por ndikimin që sjellin këta migrant nëpërmjet një tipi specifik migracionit, atë
Jusufi tregoi edhe për termet që përdoren për migrantët e që shpeshherë janë të papranueshme. Gjatë projektit që nuk ka qenë vetëm në Kërçov, do të thonë në gjithë sferën shqiptare, për të përpilu pyetësarin, si ti quhem këta njerëz. Gurbeqar kritikohej, migrant kritikohej, mërgjimtar kritikohej, do me thënë për çdo term që unë zgjidhja për pyetësarin kritikohej. Dhe unë jam rritur në Kërçov dhe jam rritur me atë gurbeqar pa, do me thënë, reflektuar mbi termin që përdorim ne. Dhe aty lindja jo idea dhe në Kërkimi i albanologes Lumnie Jusufi është i gjerë si në aspektin gjeografik ashtu edhe shkencor, duke u fokusuar në Evropën juglindore shqiptare me një qasje ndërdisiplinore dhe sociolinguistike. Fushat kryesore të kërkimit të saj përfshin linguistikën areale dhe hapësirat e komunikimit, studimet e kontaktit gjuhësor, studimet e kufive dhe studimet e migracionit. Komuniteti shqiptaro-amerikan mblodh në Bronx të New Yorkut për të shënuar edicionin e 5 të festivalit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo ngjarje tashmë tradicionale synon që përmes kulturës, artit dhe pjesëmarrjes së gjerë të ruaj identitetin kombëtar dhe forcimin e lidhjeve të diasporës shqiptare me atë dheun. Nën intonimin e himnit kombëtar shqiptar, atij shtetror të Kosovës dhe himnit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në lagjen shqiptare të Bronxit në New York, u mbajt edicioni 5 i festivalit tradicional Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Organizatori i festivalit, Mark Gjonaj, vlerësoi lart rolin dhe kontributin e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishtë jo vetëm një kënaqësi, por mushet zemra kur i shoh suksesat e kontributa që janë të bashkë shqiptarë në Amerikë. Jo vetëm se në nënoni si kom tu, po ju jeni shembull i shqiptarëve në gjithë botën marë. Në këtë ngjarje morën pjesë edhe përfaqësues të lartë diplomatik, përfshirë ambasadorën e Shqipërisë pranë OKB-s, Suela Janina, si dhe konsullin e përgjithshëm të Kosovës, Bleri Mreka. Falënderimet i takojnë Zotit Mark. Faleminderit shumë bashkë me gjithë skuadrën që për të 500 vit radhë e keni ndezur këtë shesh me flamujt e bukur shqiptar. Bronxi bashkohet me Tiranën, Prishtinën dhe Shkupin, Gjenevën, Brukselin, Romën dhe Chicagon, ku ka rrugë, sheshe dhe busta herojt tonë kombëtar. Vlerësime të veçanta për komunitetin shqiptaro-amerikan dhe edhe kryetari i qytetit Mike Spano. Komuniteti shqiptar këtu është fantastik, është kënaqësi të jem këtu, të jem pjesë e këtij organizimi ku shqiptarët po kontribuojnë në mënyrë pozitive në SBA përmes edukimit, shkollimit, biznesit dhe kulturës. Pra është e gjitha fal jush, fal komunitetit tuaj. Senatori amerikan Chuck Schumer përgëzoi komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky komunitet i madh shqiptar këtu në Bronx, në gjithë New Yorkun dhe anën banë Amerikës, po rritet e po forcohet çdo ditë, duke u bërë gjithnjë më i bashkuar dhe më i fuqishëm, sidomos kur mblidhemi bashkë në ngjarje të tilla. Ish komandanti i batalionit Atlantiku, Gani Shehu, rikujtoi rolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës duke ngritur shqetësimin për proceset gjyqësore ndaj ish udhëheqësve të saj në Hag. Data ose javët e fundit kur të çpallë gjykimin e gjykatës speciale në Hag, unë personalisht dhe gjithë shqiptarët kërkojnë gjykim juridik dhe jo politik. Festivali Gjergj Kastrioti Skënderbeu në New York vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të komunitetit shqiptar në diasporë, duke forcuar identitetin kombëtar. Për informacionet më të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëngjes.